Zonja dhe zotrin, mirë se erdhët në Zhurma Show Awards në edicionin e 10 jubilar. Ti tretesh, kuptova, por deshi Zoti unë shpëtova. Dashnia, pardon s'ka, jeta jote është kokaina. Red and black, I dress eagle on my chest. It's good to be an Albanian. Keep my head up high, for the flag I die. I'm proud to be an Albanian. Një dit kam qenë shtri, nuk ndihesha mirë, zemra mi shte ngri, ti ishe larg prej meje. Më nuk kam dëshirë për ty të dëgjoj mirë, le të jep vështirë, tash unë jam larg prej teje. Shtat dit ti e mundu je vesh e je shminku, a thu atë kish pengu me mu me fluturu. Shtat dit je maltretu si brev je zbukuru, me puth atë kish pengu se ur qënë t'i shpodu. Au! Ate lushe, hajde, hajde, mos po bën moj loj me kajde. Ate lushe, eja, se më do gjesi rrufeja. Ate lushe, hajde, hajde, mos po bën moj loj me kajde. Ate lushe, eja, se më do gjesi rrufeja. Shake it, oh, oh, shake it, oh, oh, shake it, oh, oh. Trupin komplet e ki, qka po pret ti se ti. Në muzik trezik shme qëndro, me lëvizje hipnotizo. Ti pe hiq mos lësho, vazhdo trupin trego. Ti shkon e tunel, ti shkon e tunel. Sonde vjen ti për mua, si kur vera e nëzit zemër. Some love you baby, më kompleton. Ku tret, ky emër, my summer love, my summer love. Ooh yeah, my summer love, my summer love. Hey, hey, baby, qka i bon e vedi, nuk je tu e po, tash tjetër kush e ka. Hey, hey, baby, qka i bon e vedi, nuk je tu e po, tash tjetër kush e ka. Ta kisha vetëm një mundësi, ta vivja vetëm një dëshirë, të jesh e bindur zemër ti, dëshira ime fundit jeti. Ta kisha vetëm një mundësi, ta vivja vetëm një dëshirë, të jesh e bindur zemër ti, dëshira ime fundit jeti. Mirë mbrëma gjithëve, edhe mirë se keni ardhur në edicionin e 10 jubilar të Zhurma Show Awards. Faleminderit shumë Gjilani për mikpritjen, po dukeni gjithë shumë mirë, që ka të sopo mëj me ju pa, e di që shumica për ju shkeni me para kalu në këtë skenë, dikush për me nda shpërblime, e dikush për me imbledh shpërblimet. Një faleminderim shkon për Albinën, e cila na ka sjell sonte 9 këngë fituese të Zhurma Show në për vite. E se
cila do t'jetë kënga e 10 që do t'i bashkangjitet këtij kollazhit, do ta kuptojmë shumë shpejt pasi që Zhurma Show do të vazhdoj edhe besoj që këto minuta kanë më shku shumë shpejt. E tash është koha për me i ftu të parët në skenë që do ta ndajnë shpërblimin Best New Artist. I pari është një gazetar dhe një moderator në radio televizionin e Kosovës, ndërsa e dyta është një këngëtare e re e cila jeton në Gjermani, ka pas një sukses në show-n e atjeshëm Gjermania kërkon super yllin, ndërsa së fundi ka filluar karrierën edhe në Kosovë. Zonja Zotrin, Mik Pritni, Arber Zekën dhe Satbere Mehmetin. Faleminderit për drejtëkitjen krejve, edhe një herët të ndjem shumë mirë që mëson të këtu, edhe më është dhënë mundësia me nda çmimin për atë që punoj që një vjetë e gjysë. Kam një emision argëtus ku hapësirën më të madhe ja dedikoj të rinjeve edhe punës së tyre që e bojnë të palodhshme. Nuk është e lehtë, shumicën nga ju i kam taku, jemi mish edhe shok, edhe besoj që është momenti të ndjekim Best Female nominimet. Shkojmë. Best New Artist. Një konkurrencë e jashtëzakonshme, po fituese është një e cila na ka mbush shumë emocione ndër vite. Ishte prezantuese, ishte moderatorja nga më të mirat në Shqipëri, bëhet fjalë për mikeshën time, vjen nga Tirana e bukura, më e mira gjithë dynja. Faleminderit shumë. Faleminderit Arbi për gjithë fjalët. Nuk e di sa i meritoj, po jem menduar në kaq të punë. Mirë, unë fakt jam mësuar ta bëj këtë punën që t'jem skenë dhe të prezantoj para gjithëve, po ky që ka emocion ndryshe dhe praktikisht ky është mimi im i parë. Kështu që faleminderit Zhurma Show. Atiki, që atje unë apo tri këtu? Igor e motra se more çmimin tani, ik s'ke qa kërkon. Hajde do atrogitjet madhe për Luanën. Duhet të them edhe një gjë para sa t'ja jap mikrofonin Satberës që ju artist keni bërë dy institucione në vete. Keni organizu një Zhurma Show ku mblidheni gjithu dhe një videofestin gjë që nënkupton që me punën e ju mblidheni gjithu edhe ne japni kuraju edhe neve të punojmë. Tash është koha që Satberja t'jap nominimet për Best Male New Artist. Satberë. Mirë mbrëma të gjithëve, unë jap çmimin për The New me Best Male Artist, ja fillojna me çmim. Më vjen mirë që këta artista i kupton vetëm Gens Prel Vukaj, se ndër vite ka punu me këngëtar që kanë nga jashtë. Duar trokitjet madhe meriton edhe kjo. The winner is Mergim Mjeku. Pik në zemër më kam bet, ti më kam bet, prano me të me, kujtoj sa shumë net, ty të kam prit, me manon po jetoj. Pik në zemër më kam bet, ti më kam bet. Mirë normal, përshëndetje të gjithë dhe jam shumë i lumtur për këtë çmim, ju falenderoj të gjithë dhe speciale falenderoj babin tim i cili ka ardhur ekstra nga Gjermania për këtë event. Falenderoj shumë. Faleminderit shumë, faleminderit këtë babave, nonave, grimirave, aty në që kanë po fustaneve, keq, tash për falenderoj edhe po shpresoj që tash tutje keni me falenderu ata cilët janë meritor për karrierën e juaj edhe për sukseset që sonte kemi me nda bashkë. Është koha me nda çmimin për atë që këndon në diaspore, këndon më së miri. Për të çmim, do të aftojmë në skenë një njeri cili për 10 vite e ka mbajt muzikën gjallë edhe gjatë kohës regjimit serb. Ka qenë njeri i parë i cili ka pru këngë shqipe në CD, madje ka qenë i pari që ka pru DVD-t që ne i kemi shiku në përshtëpia. E bashkë me të do të vi edhe një këngëtare e cila është fituese e festivalit Chelsea muzikor në kategorinë pop folk.
Zonja Zotrin, mirëpritin në këtë skenë producentin e Eurolizës Sitki Hulaj dhe Zana Palojen. Në mrama të gjithve, për mua është nderë dhe privilegj që sot jam pjesë e këti festivali. Për ma shumë kolegës time për ja jep mikrofonin. Faleminderit. Zonja dhe zotri, mirë mbrëma gjithve. Kam nderin dhe ndihem e privilegjuar që sot më është dhënë rasti të ndaj këtë çmim. Shfrytëzoj rastin të përshëndes dhe gjithë bashkëdhëtarët tanë që gjenden anë mban gjithë botës, që gjithmonë kemi pas përkrarje. Faleminderit shumë. Ndjekim pra tash nominimet. Diaspora. Dhe Diaspora Best Female Eunida Marakaj. Një ditë të vitë morat, do të lojmë pilaret. Unë e di se kam e shku, nuk do të jem këtu me ju. Dhe jo të bitu parat, le të vijen dhe fardojre. Mirë mbrëma gjithve. Ndihem shumë e lumtur dhe kam shumë emocione. Faleminderit që më nderuat mua me këtë çmim. Njëkohësisht urime 10 vjetorin Zhurma Show. Përshëndes gjithë stafin dhe gjithë admirat. E përshëndes dhe sponsorin e art Mega Event Robert Ukaj për përkrahjen. Faleminderit shumë, faleminderit gjithve. Një mbrëmje të mirë. Dhe çmimi Diaspora Best Female Valton Krasniqi. Super sexy, yll ka bonanam, ti këtë botën po e qmen. Ti shkëlqen sa 2-3 sanam, veç ti mua më pëlqen. Super sexy, yll ka bonanam, ti këtë botën po e qmen. Mi mërëma të gjithve, përshëndes të gjithve kolegët e mi, artistët që janë sonte në salë. Faleminderit shumë Zhurma Show Awards dheq që ma japin këtë çmimin. Dhe i faleminderit në veçanti një veçantë shkaj për diasporën të cilën ata besojnë në mua dhe më përkrajnë dhe më votojnë dhe më vlerësojnë. Ju faleminderit gjithve, ju dëshirojmë një brënd të këndshme. Ka qenë një emocion një veçanë, falni. Faleminderit shumë. Interpretimi është gjëja kryesore për një këngëtar. E për të ndarë këtë shpërblim, unë ftoj një mes të dikurshëm të Kosovës, një modele, një ikon të bukurisë shqiptare. Agnesa Vuthaj. Mi mbrëma gjithve, përshëndetje Gjilani. Sonte është kënaqësi që jap një çmim për këngëtar, për interpretim, sepse zakonisht jap vetëm çmime të bukurisë. Andaj, s'po e zgjas shumë, i ndjekim nominimet. Best Interpret. Mirë që nuk qenë ka zarf, se ndoshta kishit prit kryeministrin. Mirë po, fituesi është Babu Tarabuka, DJ Beniti dhe Mimoza Shkodra. Mos e merr veç edhe kënjo, se në të miru Tapi mos e merr veç edhe kënjo, se në të miru Tapi mos e merr veç edhe kënjo, se në të miru
Mimra Magilani. Sfari falenderit për nominimin, po ashtu edhe për çmimin. Unë dëshiroj t'i falenderoj gjithë ata fansa tonë që kanë ardhur mbrëmjet tona. Njëherët ne jemi në këtë këngë, do të thotë është bashkëpunim me Mimoza Shkodrën. Shpresoj që ju ka pëlqyer gjithëve edhe një herë faleminderit shumë. E po atë sa interpretimi e rëndësi ka edhe performanca. Për të ndarë këtë çmim, do të aftoj një rocker, i cili e ka emrin Shkumbin Ismaili. Atër me në Roma të gjithve, është kënaqësia ime që jam këto sot me ju. Dhe dua t'i shohim nominimet për Best Performance. Best Performance. Atëherë, çmimin performanca më e mirë fiton Lori. Faleminderit që ma jep një tetovar çmimin. Mirëmbrëma të gjithëve. Sinqerisht është një emocion. Gjithmonë emocionet rriten sa herë që ngjitesh në skenë. Faleminderit shumë bashkëpunëtorëve të mi të këngës. Është një këngë që me të vërtetë kur e kam dëgjuar kam thënë kjo është e imja. Aida Barakut, Armend Rexhepagiçi, dy artistëve të mëdhenj dhe miqve të mi shumë të mirë, që meritojnë një duartërorkitje shumë të madhe, besoj. Gjithashtu edhe studios Big Bang, ku është realizuar edhe kënga. Ndërsa për videoklipin një falenderim shumë i madh Max Production. Jam shumë e kënaqur me realizimin. Faleminderit Max Production. Sinqerisht jam shumë e lumtur edhe njëkohësisht e komplimentuar që marr këtë çmim, sepse në një festival videosh është i vetmi çmim që takon këngëtarit, pra për performancë. Kështu që faleminderit, kaloshi bukur sonte. Ju përshëndes të gjithë nga zemra. Zonja dhe zotërinj të nderuar, mirëmbrëma. Duar të kisni pak, duar të kisni. Andej nga Shqipëria duar të kasim më shumë. Po. Është shumë kënaqësi që jemi në Zhurma Show Awards, aq më tepër kur jemi pikërisht ata persona, po shoh shumë persona këtu që kanë bërë më shumë në zhurmë këtë vit. Unë nga Big Brother, Luana me bukurinë e saj dhe format e saj, edhe Marina po ashtu, Gjyste Vulaj po që po, e shumë të tjerë që po i shoh aty. Ky ishte Valeri. Sami shikon shumë larg, larg të çojnë syti. Unë shikoj deri te aty la Toska shikoj unë, mam dhe jo. Po e di që kanë ardhur të gjithë, e Luana me kë ishte, ha? Jo, Adriani shumë larg, me Florianin, e shumë të tjerë. Mirë. Një çmim që kërkon shumë duartërorkitje në fakt, po edhe punë sepse edhe ata duartërorkasin shumë me veglat që ju bien shumë. Arabuka Band Fit DJ Star. Mja dediku gjithë atyre që e përkrajnë grupin Tarabuka Band, faleminderit Zekos dhe gjithë ata që na përkrajnë.
Faleminderit juve, urime. Valer, do flasësh prap ti apo ikim? Jo, si përfundim, dua të falenderoj edhe një herë familjen Memini, Ziko TV dhe jo vetëm 10 vite, po i urojmë shumë dekada të tjera dhe pse jo, shumë shekuj të tjerë. Dhe urime. Mirë, një tjetër prezantues lajmësh nga RTK-ja e ftojmë për të ndarë një çmim tjetër. Ku është Risuli? Ja, e kam porosi nga producentët. Faleminderit Maxi, faleminderit Valer. Mirëmbrëma, përshëndetje të gjithëve. Që të jemi sinqert si gjithmonë me ju dhe si që janë sinqert gjithë burrat shqiptar, duhet t'ju tregoj se e kam ndaluar nga gruaja që të mbaj fjalim sonte, sado që eventi e kërkonte. Gjithë artistët e dinë se para se të ngjiten skenë e kanë një obligim që të bëjnë një lloj skenarit vogël dhe derisa unë po konsultohesha me gruan time, i thash serioz më kanë parë gjithmonë, prandaj sonte dua të bëj pak humor. Tha, jo, nuk guxon. Ue, pse? Për arsye se sa më pak që flet, ma serioz. Sa më pak që flet, njerëzit mendojnë se më shumë po dinë. Sa më pak që flet, e prish ma pak. Pra, nuk hyn llugave që themi ne. Dhe kjo mund të një arsye e qëndrueshme, të cilën natyrisht se ja pranova. Ja pranoni ju tjerët një arsye të tillë grave tuaja? Okej. Nuk isha i bindur, insistoja edhe më tej. Thash, mirë, arsye tjetër, a ke pse të flas më pak apo pse të mos flas? Tha për arsye se nuk e qanë hallin kush dhe nuk i intereson se çfarë flet në skenë. Të gjithë e kanë iPhone-in përpara, të gjithë ndonjë selfie e bëjnë dhe nuk e qajnë se çfarë flet apo çfarë nuk flet. Edhe tjetra është se as nuk duar trokasin e as nuk buzëqeshen, as nuk qeshen. Edhe kjo mu duk arsye e qëndrueshme dhe ja dhash dorën mirë, po nuk isha i bindur përsëri, sepse në këto evente nuk duar trokitet pse e kuptoni se çfarë po flasin, apo që po e thonë ndonjë gjë të madhe. Duar trokitet për t'u dhënë përkrahje, mbështetje, kurajo të gjithë atyre që vinë këtu në skenë. Ndaj, një duar trokitje e madhe për gjithë ju, besoj që ja vlen. Si përfundim, që kur më ndaloj të flas, po më hanë nga brenda diçka, të flas, atë mos flas. Që thonë burrat këtu? Të flas, apo të mos flas? A me ja thy grua si me fjallën, apo mos me ja thy? Nuk di çka thoni ju, veç unë si burr edhe si shqiptar, kur nuk guxojmë ja thy fjallën. Prandaj të ndjekim nominimet. Best Rock. Big Mama Riur. Okej, tani do të bëhem vërtet serioz, sepse do të daj një nga çmimet për muzikën që më pëlqen së pari, dhe së dyti për atë grup si dilet cili dhe kam në kasetofonin e radios që nga pushimet verore kam frikë se është ngjitur aty. Elita 5. Shumë faleminderit për këto fjalë të bukura. Ju përshëndes të gjithë dhe në emrin tim dhe në emrin e grupit Elita 5. Faleminderit. Pikëpari doja t'i falenderoja këtij njeriu këtu që ka bërë këtë këngë të mrekullueshme. Dhe unë personalisht dhe ky grupi im ka fat që këtë njeri e ka në grup që gjithë këto këngë hitet e grupit Elita 5 janë të tij. Ne kemi fat që e kemi atë njeri në grup. Dhe gjithashtu falenderit edhe produksionin që e ka bërë këtë videoklip të mrekullueshëm. Falenderit shumë. Faleminderit, urime, uroj që të na dhuroni sa më shumë hite të tjera. Faleminderit Elita 5.
Faleminderit mysafirëve të cilët dhanë shpërblime, urime gjithë juve që keni marrë shpërblime, tash është koha me nda çmimin për Best R&B. Në vazhdim, do t'i ftoj dy djemë që s'kan lidhje me muzikë. Njëri është gardiani më i mirë që ka futbolli i Kosovës. Nëse ata e keni në port, e keni shumë problem të shënoni gol, ndërsa tjetri është 4 herë më i miri futbollist i Kosovës. Zonja Zotrin, në këtë skenë ftoj ata që si vjetë për herë të parë luajnë bashk dhe i mbrojnë ngjyrat bardhë dhe kaltër. Kushtrim Ushisa dhe mentor Zhdrella. Faleminderit Alba. Mirëmbrëma mysafirë të nderuar. Jo rastisht sonte jemi këtu sepse ne futbollistat para se të him në fush për të luajtur motivohemi nga këngët e juve. Pra sonte do të ndajmë një çmim. I ndjekim nominimin. Best R&B. Dhe fitues është Kida. Mirëmbrëma gjithëve mas pari. Është çmimi i parë që unë e kom fitu edhe krejt kjo merit shkon për Zapin Krisën. Faleminderit dy djemve që unë me të vërtet ju kam besu punën edhe më kam pru deri çto. Faleminderit Erkandit për klipin, faleminderit menaxherit tem që prej ti e kam deri që sukses deri çto. Faleminderit Teutës, Bajgorës për grimin, faleminderit Imagine edhe njerë për spotin që ma kam bo shumë të mirë, edhe falenderimin ma special që mundet me shku deri tash është faleminderit MC Kreshës për bashkëpunimin. Faleminderit juve krejt, shpresoj që keni me kalu një natë shumë të mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë Kida, faleminderit djem, e tash shkoha me ndaj çmimin Best Hip Hop. Edhe po ju ftoj me bu shumë zhurmë, se ajo është ma e zhurmë që jasonte. Big Mama! Mirëmbrëma gjithëve. E di se po prit një qaroj diçka të foli, po nuk foli, ndjekim nominimet. Best Hip Hop. Pra, fitues është Elita 5! Andre kom pat me ndaj çmim, edhe gjithmonë ta ngatroj këtë këtu. Viruset mere çmimin. Unë e vetë na jo këto. S'kan qa pojna, kanë mundësi me ndru se në ndrojnë. Atëhere, ku më shkoj? S'ka. Shefe moj tjatë. Fitues është Capital T 2x2. Faleminderit shumë gjithëve, faleminderit Kapitalit dhe 2x2-shit që janë konë në këtë kongë, që e këmë bohën e do më thonë. S'kanë mujtë më ardhë, fatkeqësisht po të falem në kanë që krejtve. Ajo do me konë posh. Faleminderit edhe pro video për spotin. Faleminderit edhe juve dëve, me këse çmimin e qënë të veni. Unë po eftoj një këngëtare e cila së fundi është rikthyer në skenë, madje gjatë këtij viti ajo ka sfidu veten edhe si prezentere. Me këpritën në këtë skenë, Ganën.
përshëndes të gjithve. E mora maksi me veti se herën e kalume kemi qenë bashkë këtu në këtë sallë dhe kemi prezentu Chelsea muzikor. E po më duket sonte pak më ndryshe se po shoh këtu shumë kolegë të mi, Elita M5, që i përshëndes shumë, e shumë të tjerë. Kështu që do të vetëm diçka në fakt nga edicionet e Chelsea muzikor, disa artistë janë këtu dhe sot nderohen me çmim me si motrën e Zhurma Show që në fakt organizohet nga njëti producent Ziko. Mirë, ndjekim nominimet për Best Pop. Best Pop. Atëherë Best Pop shkon për Leonora Jakupin. Leonora sonte nuk e kemi këtu, po këtë çmim është i saj. Nëse është na shikues, unë jam e sigurt se është na shikues. Lenki on ta bismimin në Prishtinë. Faleminderit shumë. Se Leonora po kërkon princin, më duket ende. Nuk e di a e ka gjetë ajo, po këtë ja dërgoj. Urojmë gjithëzemër që të ketë qenë një eveniment më të rëndësishëm se ky sonte të paktën. Gjithsena e përshëndesim shumë. Urime. Faleminderit të dyve. E tash shkoa me ndaj çmimin Best Dance dhe unë ftoj pronarin e mega event, i cili është një organizator i mbrëmjeve të shumta në diasporë. Jo me sigurt që shumica prej jush keni shkuar dhe keni kënduar aty. Ftoj Robert Ukaj. Përshëndetje, jem shumë mirë, unë jam Robert Uka nga Megavent në Zvicër, disa me njofin, disa do të me njofin, kështu që Zikos ju uroj suksese për 10 vjetorin dhe ju dëshiroj edhe shumë vite tjera që të mund të festojmë kështu Zhurma Show e Vortës. Ndjekin nominimet Best Dance. Best Dance. Pra, Best Dance është Mira Falenderit shumë, është një vlerësim shumë i madh që bëhet për mua. Falenderoj falemirin time gjithmonë që më mbështet, gjithashtu edhe organizatorët e këtij spektakli, këtij organizimi të mrekullueshëm. Kam emocion dhe përfundimisht faleminderit. Ura, e fitova. Mirëmbrëma gjithëve, faleminderit shumë që keni ardhur. Big Mama që ato kështu dhe të eskjaru, pas 10 viteve që jetin këtë skenë ma në fond dhe mora guximin me jetë zbat dhe me ndjeta më në skenë. Kështu që faleminderit shumë gjithëve që keni ardhur gjithë këto vite edhe që na keni nderu me prezencën e ju, shpresoj që nuk ju kena zhgënju asnjëherë dhe nuk kena mi u zhgënju as këtë vetë. Edhe as në vitet që do të vazhdoj. Shkoj me çmimin nga Ziko TV. Është një artiste nga Shqipëria e cila ka bashkëpunuar edhe më herët me neve, bile ka qenë pjesëmarrëse dhe fituese e një çmimi në festivalin Chelsea muzikor në edicionin e fundit, Albana Mesuli. Je pik në zemër, je pik në shpirt, je ujtje kur së shon një dit, je gjithma ime, pa ti s'kam jet, kërko qka do, se ti faj gret, je pik në zemër, je pik në shpirt. Përshëndetje gjithëve, përshëndetje Kosovë. Atëherë, e falenderoj shumë televizionin Ziko për ftesën që më ka bërë marr pjesë në Zhurma këtë vit, sidomos për 10 vjetorin ditëlindjen. Atëherë emocionet normal janë të padiskutueshme. Ju përshëndes ne gjithëve që keni marrë çmime, gjithëve që jeni prezent. Urime. Faleminderit shumë Albana. Faleminderit gjithëve që deri tash keni dalë me ndaj çmime dhe me performu, edhe që keni me dalë në vazhdim.
Faleminderit atyre që morën çmime, urime, edhe urime atyre që do të marrin, ndërsa tani unë ftoj Violeta Kajtazin për me ndalë një çmim. Okej, bashka në gjitët edhe Big Mama, si zakonisht, kjo së mundet po në gjitë 3-4 herë. Qatë bëj se ju show pa mu së mboni, vetë mboni ftesë dhe dola, që për dalimi kena unë edhe Violita. Oj për bacito. Na në Kosovë i thojmë këngëtare, më vjen shumë keqë. Vjen shumë keqë se në tetofërin ti, edhe kejt dasma ti kinë tetofë. Të ndërora mi që më mbroma gjithve, suksese gjithë të nominuarve, apo flas mirë? Shumë mirë, që shtë vazhdo, si të zonë. I ndjekim në nominimet. Bez Balaga. Se Ronko ka këtë qmim oj bigi. Qmimin, balada më e mirë, apo që pas kanë shkru këtu. Korab Shaqiri! Junior Ilir Shaqiri. Për një njato Tash është koha për një çmim tjetër, Bez Duo. Së fundit duetet janë bërë shumë nështë kjo për faktin që këngëtarët tonë dojnë me i bashku forsat për me mri dejtë suksesi. E për të ndarë të çmim, unë ftoj në skenë Etnon. Seriozisht, mas 7 ditëve punë, nuk kam asnjë fjalë me e thanë. Krejt falënderimet, krejt fjalë na kanë argjit me lëtë, shkojmë në nominimin. Bez Duo Group. Okej, pa dyshim se të në këngë të mira, pa dyshim se krejt artistat të mirë, po është një kënaqësi e veçantë që në skenë me eftu një artist që qysh kemi ndryshu dhe na dhune me lotë dhe i kish pas kove të fundit një ndryshim shumë malë, me pashtë në mikë tonë në vjetër, DJ Blunt, Rilnja, Ledri Bula. Se ndon te, fejna dhe kjo tjetra, se ndon te, fejna dhe tjetra. Qiki, tiki, na pina vetë tiki, do me këcim takt, do më kone sak, e niki, tiki, na pina vetë tiki, trupin tën e kisha butaktu, qata unë ty, love you, len prej këtë që, mosëm resistatu, qata unë ty, love you, niki, tiki, trupi yt os. Faleminderit për çmimin, një përshëndes kejtëve sonte, përsa që është Ziko të vinë për përkraje, përshëndes juve, mirë po dukni, faleminderit shumë. Për DJ Blunt, Rilnja, faleminderit. Faleminderit krejtve, tash është koha për Best Styling. Në këtë skenë ftoj Albanën dhe Florën nga Studio Kas.
gjithve. Spori është kënaqësi të jem këtu në mesin e juaj. Ne kemi kënaqësi të ndajmë këtë çmimin nga salloni kas. Pastaj shikojmë nominimet. Best Styling. Okej, edhe Best Styling është shkon për Fjolla Morina. Mirë mbrëma gjithëve, ju përshëndes, kolegë dhe kolege. Ziko, faleminderit për çmimin shumë, e përgozoj për 10 vjetorin, për punën e tina, faleminderit shumë, faleminderit Vjolca Llapashtica, se s'pesha ku është dashta me ftu këto. Faleminderit shumë gjithëve. Punën e kësajna e vlerësoj shumë, e ka bo shumë maksimumin për mua, për mu do këmirë. E falenderoj dhe Fitore Jagën, për fusonin sonte. Falenderit shumë Fitore. Falenderit. Fjolla çmimin. Falenderit shumë Ziko. Thank you. Tash është koha për me nda Best Male edhe Best Female. Ftoj në skenë Shkenda Dubovën. Gjithve, po dukni shumë bukur. Faleminderit shumë. Ja urojmë zhurma shohut këtë 10 vjetor që gjithmonë po na mbledh dhe gjithmonë po na përcjell me suksese që po i bëni ju. Ju faleminderit shumë. Shkojmë me nominimet. Best Female. Ky çmim shkon për Adelina Berishën. Se mun ka malle, na dy apesh dalim, e lafet gedi nalim, s'na pish kërkush, a dalim, malle, na dy apesh dalim, e lafet gedi nalim, s'na pish kërkush, a dalim, dua pet me t'pa, na mujna prap me da. Mi mbrojma gjithve, faleminderit shumë ore që më përcjellët dhe rësken, për ndryshe edhe miki familjes i dashur i motrës time. Dafina, ore, faleminderit që kënë arë me mu sonte. Faleminderit shumë, ndihem shumë i privilegjuar të nderohem me çmimin Best Female. Një çmim shumë i rëndësishëm për mua. Po ashtu, këtë çmim ja dedikoj edhe bashkëpunëtorëve të mi, të cilët i falenderoj shumë. Zap and Chris që kam bu këngën. Produksionit Max Production për realizimin e videoklipit. Si dhe, në veçanti një falenderim shumë i veçantë shkon edhe për të gjithë ata që kam pëlqyer këngën dhe videoklipin tim A Dalim. Faleminderit edhe një herë. Përgëzime Ziko për këtë eveniment kaq të rëndësishëm. Faleminderit.
shkenda po besoj që po ki qef me ndoa best mail. Po a një pëndoj unë e probën. Hajde lezëm. A shkojmë nominimet njerë? Best Mail. Okej, Best Mail është Seldi Qaliu. Faleminderit shumë për 2-3 duart rokite që ishin këtu. Edhe sinqerisht më bëhet shumë qefi që jam këtu. Edhe best male edhe best female mendoj që është për gjithë ju këtu se realisht dukeni shumë bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë ashtu. Kjo ju ka prit në qilimin e kuq, është një prej kolegeve më të dashura, të mia, edhe sot është për me ndaj çmimin për çiftin më të mirë. Do të ndaj çmimin e çmimit më të mirë, por nuk do ta ndaj vetëm Alba, sepse do të ftoj edhe njërin nga sponsorët, ajo është Dashnor Aslani nga Moda City. Do të ndajmë çmimin e çiftit më të mirë që parakaluan në tapetin e kuq. Mirëmbrëma gjithëve. Me thonë edhe diçka për juve artistave, në qoftë ju duhet ndonjë modele për spot në manikene, lirisht mundeni mu drejtu të Dashnori. Faleminderit për reklamën. Ju uroj suksese pa prezencën e këngëtarëve, besoj që s'mund të jetë këtë organizime të mëdha. Emrat e best couple. Albina Jakupi. Dhe Faraoni G. Roma gjithve, faleminderit shumë për këtë çmim, ka surprizë. Faleminderit shumë. Veç vetë po do më fola? Faleminderit shumë, çmimi interesant. Na jena qift nëse se dini që një 16 vjetë, kështu që çmim shumë i mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Trofeun në sarë. Faleminderit shumë. Interneti definitivisht është barometri matës i kohëve të fundit i suksesit të këngëtarëve. Për ta ndarë të çmim, në skemë ftoj Labinot Nuraj dhe Driton Sopa. Mirëmbrëma gjithëve. Unë ju përshëndes të gjithë ata që janë pjesë e Arkiva Shqip, po kuptohet i përshëndes edhe ata që nuk janë pjesë e Arkiva Shqip. Mirëmbrëma gjithëve. Tepër shumë klikime në internet dhe është një ndër më të klikumt, ai i cili që punon diçka të shkollëve të fundit në Hollywood. Ftojmë Noizi! Hajde një duhet të kitjet madhe për Noizin. Edhe e merren shtëpinë e tij dytë në Gjilan, po. Po s'duhet si thoi si shtëpia dytë është Gjilani. Hajde duhet të kitjet Kini fjallë, kini mua bete kot, kini bjuri të fundë që thote kini Mirëmbrëma gjithëve. Padyshim që dukeni gjithë mrekullueshëm. Ky çmimi interneti shkon vetëm për fansat e mi, fansat më të egër në botë, ju dua. Rani duhet të kitje. Urime Ziko 10 vjetori, na si Arkiva Shqip, shpresojmë që do të kontribuojmë me juve edhe 100 vite tjera. Sonte po shoh diçka që është më veçantë, që po udhëheqni me moderatore shumë e veçantë, Alba. Ni duhet të kitje edhe për Alben.
Valla po vërtet shela binat. Faleminderit shumë që ishit sonta. E unë edhe njëherë në skenë ftoj Enkelita Ripping, kësaj here për të ndarë çmimin për kategorinë Best Pop Folk. Mirëmbrëma gjithëve. Ka nevojë t'ju them dhe njëherë që dukeni shumë bukur gjithë? Ndjekim nominimet. Best Pop Folk. Atëherë, Best Pop Folk. Gjysë e Vulaj. Mirëmbrëma vëllezër motra, mirëmbrëma shqiptar, mirëmbrëma Gjilani, mirëmbrëma kryetarit të komunës së bukur Gjilanit, mirëmbrëma artist, njerëz të Kësu Section, njerëz të mirë, mirëmbrëma të gjithë aty që po na ndjekin nëpërmjet televizionit High Definition Ziko. Faleminderit presidentit, faleminderit drejtoreshës gjenerale, faleminderit drejtoreshës Zhurma Show Awards. Falënderimi veçan shkon se kësaj herë nuk du me harrua, bashkëordinim Sokol Vulaj për muzikën dhe orkestrimin, po ashtu dhe Gjysës për tekstin e bukur. Isha nominuar, e meritojmë këtë çmim. Edhe unë, edhe Meda, edhe Sinani, e meritoni të gjithë ju, sepse ne po ju them, gjatë gjithë verës, gjatë gjithë jetës time, kudo që lëvizi, të gjithë albumet e tuja, të juja, të dashur koleg, i kam në veturën time. Ju ndëgjoj me kënaqësinë më të madhe. Suksese gjithmonë, faleminderit Ziko TV Zhurma Show Awards. Faleminderit edhe gëzuar adhuruesve të mi, e morëm. Faleminderit shumë, vetëm edhe një çmim na ndan nga 3 çmimet kryesore. Për ta ndarë të çmim, kujt më shumë i ka hije se Selami Kolonjës. Faleminderit shumë, surprizë nuk e dija. Nëse ka nominime, ti ndjekim nominimet. Çmimi popullore. Atëherë çmimi popullore i ndahet artistes që gjithmonë reflekton dashuri edhe paqe. Artiola Tosca. Që u pash, gjithë kolegët, në veçanti zonjën e bukur, këngëtarin e mrekullueshme, zonjën Shajndere, që është mikesha e zemrës sime. Dhe në fakt këtë çmim ka vite që unë e pres, në fakt jo vetëm këtë çmim, po vlerësim nga disa edicione muzikore dhe disa media në Kosovë, dhe më vjen mirë që për herë të parë Ziko TV më vlerësoi. Me këtë çmim, faleminderit nga zemra. Shajndere Bërlajolli. Kjo ikonë e muzikës popullore kosovare shqiptare u lind me 7 gusht të vitit 1946 në Pej. Arsimin fillor dhe atë mesëm i përfundoi në qytetin
Ajo përfaqësoi vendin dhe jashtë duke defiluar në gjithë botën dhe duke sjell të gjitha çmimet më artistike. Ndër Shumë faleminderit. Është një emocion shumë i veçantë, t'jesh një fëmijë, se për te jam fëmijë dhe asgjë tjetër, i një doajeneje, i një artisteje, të vërtet, jo pse është nana ime në këtë rast, e flas atë që ajo realisht e meriton, ka kontribu më tepër se gjysmë shekulli, dhe si fëmiu i saj, unë jam shumë i privilegjuar dhe falenderoj Zotin dhe vetëm Zotin që i kanë dhënë shëndet dhe mundësi të jeton, që t'jem gjendje unë e sonte, t'ja këndoj në mënyrën time, falenderit shumë për respektin. Ndoshta Shanka s'ka me më kritiku, unë e kom këndu në verzionin popullor, jo original. Originali, kopja original nuk bëhet. Megjithatë, falenderit shumë Gjilani, falenderit kolektivit nderuar. Para se me eftu zonën Shajndere Bërlajolli, stafa në skenë, i uroj gjithë kolegë që morën çmime dhe gjithë ata që sonte janë vetëm si fytyra, si vipa. Urime fjolla, vërtet i unikate, përshëndes edhe mikun tim, Gentian Ramosën, profesorin Selami Kolonia, Linditën, kolegët e mi. Skena për ju Shajndere Bërlajolli. Hajde nana ime, Artiollën veçanti, një respekt veçan, Enkeledën, ju dua shumë. Unë nuk do të flasë më tepër, fola Avni Çailin kërkoj falje se për ju shok shtu ka pak selvin. Nën, unë jam shumë i vogël me vazhdu. Ti e shumë e madhe, respekt edhe une të përulem. Gjilanit ka da shumë, urna drejtoju me disa fjalë miradije artistike. Mirë mbrëma Gjilanas, faleminderit shumë. Jam i privilegjuar dhe jam shumë i lumtur që pikërisht zonjës organizatores Ziko Kompanis i ka rënë mend në qytetin për cilin çdo herë unë kam pas fjalë miradije të më jepet ky shpërblim në Gilanin e bukur. Njerëzit që e dinë çka është arti. Ju faleminderit të gjithëve. Unë nuk jam e madhe, ashtu nisa jam e vogël. Po këngët e mia kanë qenë të mëdha nëpërmjet jush, ato janë ngritë edhe më shumë. Ju faleminderit shumë. I përshëndes gjithë kolegët. Kam dëshirë duke filluar që nga Elita 5, e cila na zbardh fytyrën çdo kund, e të gjithë këngëtarët mos i numroj me emër, që ta fillojnë karrierën si une. Me shpërblime, me fitime, prej vitit parë e gjeri në këtë moshë 68 vjeçare. 55 vjetë karrierë. Ju faleminderit edhe një herë. Në gjellë brimet
këtij viti. E për të ndarë të çmim, ftoj një producent të televizionit të Maqedonisë, programit në gjuhën shqipe, Avni Qahili. Urime Alba, shumë e mirje. Të dashur miq, Zhurma Show e kam përcjell që nga fillimi, herë si gazetar, herë si bashkëpunëtor, herë si prezantues, dhe të arrihet në kushte të këtilla, në kushte shqiptare, 10 vjetori është punë shumë e madhe. Andaj sonte erdha me shumë dëshirë, me shumë vullnet në këtë manifestim dhe do t'ju marr shumë pak kohë me që të gjithë jeni bashkëpunëtorët e mi, falin ato tjera që s'më njohin. Unë nisa prej Shkupit. Edhe rrugës përgatitja një koncept të vogël për këtë prezantim timin. Bile desha t'ja kaloj Resul Sinanit, po çka ndodhi. Kalojmë kufirin Maqedon, Policë Maqedon. Na kaloj, vim kufirin Kosovar. Ishte një shenjë stop. Asnjë makinë s'ndalesht aty, edhe ne s'u ndalëm. Po na erdhi një polic duke bërtit, duke na sha, duke na ofendu, duke na I marr pasaportat dhe duke na dënu. Edhe unë harruava tekstin se çka duhet të them. Andaj shohim se kush është kënga më e mirë. Best Song. Dhe Best Song me ishte mi të dashur është Blunt and Real One Fit Ledri Vula. Fera dhe kjo tjetra, nëse ndonte, fera dhe vjetra. Qiki, tiki, na pina vec tiki, do me këcin takt, do më kone sak, e niki, tiki, na pina vec tiki, do pinton e kisha butu. Urime suksese, kupa është për ju edhe mikrofoni. Falenderit shumë se kemi pritë çmim rill. Falenderit shumë juve gjithë dhe për çmimin. Falenderit Zhurma Show, Ziko, falenderit Arkiva Shqip, Alba, what's up? Me të regu drejtas na se kena pritë këtë çmim, po falenderit shumë, falenderit kejtve, përshëndesim kejt, falenderit. Faleminderit edhe juve, tash është koha për me nda çmimin për albumin më të mirë gjatë këtij viti. E për të ndarës të çmim, ftoj kryetarin e komunës së Deçanit, zotrin Rasim Selmanaj. Unë ju përshëndes gjithë dhe falenderoj Ziko TV që realisht më kaftu, për mu ishte një befasi me nda këtë çmim. Gjithë artistë që sonte u shpërblyn me çmime ju dëshiroj suksesën në karrierën e tyre, ndërsa ju dëshiroj një mbrëmje të mirë. Po I shohim bashkë nominimet? Best Album. Best Album shkon për Elita 5, Mohikani I fundit. Falenderit shumë Ziko TV për këtë çmim, t'ju them të drejtën ishte një surprizë për neve, se prisnim që ta fitojmë këtë çmim. Siç e dini edhe vetë, në kohën e sotit është vështirë shumë që të bëhet album, po pas shumë viteve, mund të them 10 vite punë, ne arritëm që ta nxjerrim në treg albumin e fundit, Mohikani I fundit, dhe jemi shumë të lumtur dhe krenar. Siç e dini edhe vetë, është vështirë me këtë stil që ne bëjmë që të jesh mbi 30 vite në skenë shqiptare, po ja arritëm duke u falenderuar të gjithë fansave tonë që janë të shumë që na përkrajnë dhe që vazhdojnë na përkrajnë dhe ky çmim u takon vetëm atyre derisa I kemi ato, ne do të vazhdojmë që të punojmë dhe të kryejmë për ato. Faleminderit shumë. Unë desha një falenderim special për bashkëpunëtorët e albumit, një falenderit Rita 5 që pranuat kompozimet e mia,
Një falënderim shkon për Avni Qailin, që një pjesë të mirë teksteve e ka shkruar te albumi. Një falënderim shkon për Fatmir Mujan për këngën e mrekullueshme Më fal. Njëkohësisht shkon një falënderim për Vigan Sulejmani Djaloshri që ka qenë pjesë e albumit tjetër dikush. Arsim Bunjaku, edhe shumë tjerët pjesëmarrës, Ilir Perani, produksionet që na përkrahan, Prominent Networking që na prezanton nëpër internet. Këto janë të gjithë pjesëtarët e albumit, që faleminderit të gjithëve. Ju dua. Faleminderit shumë. Është koha për ta ndarë çmimin kryesor për videon më të mirë për ta ndarë këtë çmim. Unë ftoj kryetaren e Asamblesë Komunale të Gjilanit që të na bashkangjitet në skenë, e së bashku me ta edhe ata që kanë triumfuar vitin e kaluar, Adrian Gajza dhe Floriani. Përshëndetje për gjithë të pranishmit, e përshëndes këtë eveniment, përshëndes të gjithë artistat, përshëndes kryetarin e Deçanit, përshëndes shefin e kabinetit Arbër Ismaili, yllin e këngës Shqipe Shajnderën dhe ju të gjithë Gjilanas, përshëndetje të gjithë artistat në gjithë trevat shqiptare kudo që janë. Ndihem shumë e lumtur, shumë rahat, shumë komod, që jam në mesin e artistave s'pako këto 2 orë hyna në botën e juaj. Në emën të Kuvendit Komunal, në emën të kryetarit të komunës, Zoti Lutfi Aziri, ju përshëndes, ju uroj për këtë organizim, këtë din të bëj vetëm zhurma shoh. Ju falemnderit. Mirëmbrëma gjithëve, është kënaqësi e madhe për mua dhe për Florianin, si fitues të vitit 2013 të ndajmë çmimin më të rëndësishëm më kryesor të kësaj nate. Siç e di është edicioni 10 dhe urime pra, edhe të shikojmë nominimet. Best Video. Apo e lexojmë bashkë. Sakt. Elita 5. Edhe njerë faleminderit të gjithëve, faleminderit juve, faleminderit Ziko TV. Është një kënaqësi që ta fitosh këtë çmim në 10 vjetorin, do me thonë në vitin jubilar. Faleminderit të gjithëve, faleminderit juve që edhe njerë faleminderit Sustain Entertainment për videon e mrekullueshme që ke punu me ne. Faleminderit gjithëve, ju dua, faleminderit për përkrahje, faleminderit Ziko.